Alkimist në Copenhagen, Danimark. Ai ofron një përvojë teatrale dhe avangarde ngrënjeje me deri në 80 mbresa që shkojnë përtej kufive tradicional të kuzhinës, shpesh duke përfshirë rrëfime interaktive historish dhe elemente vizuale. Duke ndërtuar në një ish kantier ndërtimi anijesh dhe duke i dhënë një atmosferë industriale dhe dramatike ambientit, kuzhinieri dhe pronari Rasmus Mank, një personazh i njohur për qasjen e tij avangarde në kuzhinë, ofron një eksperiencë multisensionale të ushqimeve. Ai kombinon kuzhinën e nivelit të lartë me artin, teatrin, teknologjinë dhe shkencën për të krijuar një udhëtim unik për njerëzit. Në vend të pjatave tradicionale, Alkimist shërben rreth 50 receta të ndryshme gjatë vaktit, secila duke treguar një histori, duke ngritur pyetje ose duke provokuar emocione. Një nga veçoritë më të mahnitshme të restorantit është salla e ushqimit me tavan të lartë, në të cilën projektohen imazhe virtuale duke u zhytur në peizazhe të ndryshme dhe skena abstrakte. Alkimist ka marrë dyje Michelin që nga viti 2020 dhe vlerësohet si një nga restorantet më inovative dhe ekstravagante në botë.